Ku dalli automat DSG. Masi folëm për automatikin klasik edhe DSG-n kësaj here e ka ranin CVT-ja. Continuously Variable Transmission. Alright, Jack. Që do më thonë transmitimi ndryshueshëm vazhdimisht, ose ma let me thonë automatik pa shpejtësi. Automatik pa shpejtësi. Që kjo video kërkon vëmendje dhe koncentrim. Kështu që hapi vesh, kontrolloj deri në WC sa i kim shel, heki bryla pe konve se të pijen kom, çele dritaren, ca ka njërën se dzimna të mi kështu video në WC, edhe vazhdojmë. Spari du të me kuptu se qysh funksionoj shpejtësi. E s'dyti du mi u kalzu që e kom su një fjallë 3, që ty edhe mëzorve pi thëshin ingranazh. Që bukur me mëtuosit macala. Rotullimet e motorit janë të kufizume. Pe marrëm shembull 5000. Tash me qëto 5000 rrotullime nuk mujna me arrit shpejtësi të madhe. Për çata i kemi marshet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Që do më thonë, çato 5000 rrotullimet motorit mujna me shfrytzu 6 herë. Kjo është e mundur përmes ingranazhe. Për me spjegu ma let, duhesh me bo mend që është një ingranazh i madh edhe një i vogël. Tash ingranazhi i madh kur cillet një herë, eshtin ingranazhin e vogël mu sill për shembull 4 herë. Pra motori me të njëjtat rrotullime mrin shpejtësi më të madhe kur ingranazhi hyrës është i madh e ingranazhi dalës është më i vogël. Apo kupton? Po kuptoj ku po dal me dal, se po di E bash automatiki CVT në këtë rast hiç si ndron shpejtësi me ingranazhe, po ka zinxhir elastik edhe disqe konike. Disqe konike. Pra, ky zinxhiri ka me pas me një anë pozitën e madhe e në anën tjetër pozitën e vogël. Po tash përmes shtypjes të vajit mund me shty ose me të rrek diskun konik, që do më thonë zinxhirit elastik i ndryshohet pozita sipas nevojës. Që do më thonë për dallim prej marshëve që i kena për shembull 6 pozita, ky e ka veç një pozitë ndryshueshme pa shkputje. Për ndryshe ky sistem njihet edhe për skuter. Sa ma shumë gaz, qash ma shumë i ndodh pozita e zinxhirit me diskun hyrës të madh edhe diskun dalës të vogël. Avantazhet e këtij automatiku janë se ka vozitje komode masi nuk ndërpren për ndrym të shpejtësisë, perfekt për vozitje lokale, më i lirë edhe më i lehtë se klasike edhe DSG-ja. Pra, është teknologji e thjeshtë, komode edhe efikase se gjithmonë ta përcakton marshën e duhur edhe pse s'ka marsh. Për çata përdoret shumë për kerre japan edhe korean. E disavantazhet janë se nuk është hiç sportiv. Ka përdorim të kufizum, nuk përdoret për motorat maj ose të fuqishëm, edhe është më pak i qëndrueshëm se klasiki. Te Gjerman du përdor rralle hiç, mas shumë të u gjet në për Audia që njihet si Multitronic edhe ato veç në për modele pa 4. E tash o momente me marr taharet edhe me thonë Piazzi.